Çfarë do të ndodhte nëse do të zbuloje se çdo herë që hyn në Lidl po luan një lojë të manipuluar, ku çdo korridor, çdo çmim, çdo ofertë është projektuar për të zbrazur portofolin tënd ndërsa ti beson se po kursen? Kjo është e vërteta për Lidlin që askush nuk ta thot. Po flasim për truke psikologjike, strategji të fshehura çmimesh dhe sekrete industriale që shndërojnë një blerje të thjeshtë në një operacion ushtarak kundër llogarisë tënde bankare. Nga manipulimi i etiketave deri te produktet që duken të leverdishme, por kushtojnë dy fishin, e deri te kushtet e punonjësve që paketojnë ushqimin që merr në shtëpi. Sot do të ecim nëpër korridoret e Lidlit me syt hapur, duke zbuluar 15 sekrete që do të ndryshojnë përgjithmonë mënyrën se si bën blerje. Dhe të paralajmëroj, numri 8 po ndodh tani në të gjitha dyqanet në Greqi. Rri me mua sepse në fund do të kuptosh pse çanta e blerjeve peshon gjithmonë më shumë se sa pritet edhe kur ke bler vetëm 3 gjëra. 1. Gjuha sekrete e etiketave të çmimeve. Mashtrimi i parë është ajo që e sheh çdo ditë. Etiketat e çmimeve në Lidl flasin një gjuhë të fshehtë. Kur sheh një çmim që mbaron me 99, si 2 presje 99 ose 4,99, kjo është teknika e çmimit psikologjik. Truri yt e lexon 2 presje 99 dhe e përpunon si 2, jo si 3. Funksionon çdo herë dhe rrit shitjet, por ka diçka më të keqe. Ato tabela të verdha të ndritshme me frazën ofertë speciale ose çmim shok shpesh nuk janë ulje reale. Shoqatat e konsumatorëve kanë dokumentuar se Lidl mund të rrisë çmimin 2 javë më parë, pastaj ta kthejë në nivelin normal dhe ta quajë ofertë. Për çdo euro që mendon se kursen, shpenzon 3 në produkte të paplanifikuara. Në fund, krahasimet me çmimet e konkurrentëve janë gjithmonë të manipuluara. Lidl zgjedh produktet më të shtrenjta nga supermarkete premium, si Abvas, Silopoulos ose Sklavenitis, për të bërë që gjithçka të duket e leverdishme. Kur nuk krahasojnë me discountet e vërteta 2. Kurthi i korridorit qendror. Truku i dytë është korridori qendror i Lidlit. Zona e mbushur me oferta javore që ndryshojnë. Vegla, rroba elektronik, gjëra që nuk kanë asnjë lidhje me blerjen e ushqimeve, por që je i detyruar ti shohësh. Kjo zonë është vendosur strategjikisht në mes të rrugës midis hyrjes dhe produkteve bazë. Qumësht, buk, fruta. Duhet të kalosh patjetër andej dhe kur kalon, truri yt hyn në modalitetin gjueti oportunitetesh. Sekreti që nuk ta thonë është se Lidl fiton më shumë nga një produkt jo ushqimor nga ky korridor me marzhe të larta fitimi sesa nga i gjithë shporta jote me perime. Për më tepër, shumë nga këto produkte janë versione të krijuara posaçërisht për discountet me materiale më të lira. Kostoja reale është më e lartë se kursimi fillestar sepse zgjasin shumë më pak 3. Produktet fantazm dhe lufta e markave. Produktet me etiket private të Lidlit shpesh janë identike me markat e famshme sepse prodhohen në të njëjtat fabrika. Është avantazh për çmimin, por ka një anë të errët. Kur një produkt ka problem, si tërheqje për shkak të ndotjes, është shumë më e vështirë të gjendet prodhuesi origjinal sepse etiketat përmendin vetëm distributorin Lidl. Tërheqjet janë të fshehura, publikohen vetëm në faqen e efetit, jo në dyqane. Për më tepër, cilësia e markave fantazm mund të ndryshojë pa paralajmërim. Një ditë Lidl ndryshon furnizuesin duke mbajtur të njëjtën paketim dhe emër, por produkti brenda është ndryshe. E kupton vetëm kur e provon 4. Sistemi i fletushkave dhe gara me kohën. Fletushkat javore janë mjet manipulimi psikologjik. Lidl ofron produkte me ulje reale, por në sasi të kufizuara. Arri në dyqan për ofertën dhe pas gjysmë ore ka mbaruar. Tani je aty, çfarë bën? Blen alternativën më të shtrenjtë. Lidl e di këtë. Quhet bait and switch. Të tërheqin me një ofertë të pamundur për t'u gjetur, pastaj të shesin alternativën më të shtrenjtë. Produktet nga fletushka janë gjithashtu të vendosura strategjikisht pranë produkteve plotësuese me çmim të plotë. Truri yt përqendrohet te kursimi i një produkti dhe ul vigjilencën te të tjerët 5. Freskia është një iluzion. Iluzioni i freskisë bazohet në truke optike. Shumë produkte janë tashmë disa ditë të vjetra kur arrin në raft. Sallatat në qese ruhen në atmosferë të modifikuar, por sapo hap qesen në shtëpi, gjithçka përshpejtohet. Frutat mblidhen të papjekura dhe trajtohen me etilen për të pjekur artificialisht. Rezultati është një domate e kuqe e ndritshme që ka shije kartoni. Ka edhe një truk më dinak. Raftet kanë ndriçim special që bën mishin të duket më i kuq dhe peshkun më i freskët. Nuk është cilësia, është ndriçimi 6. Psikologjia e rregullimit të produkteve. Çdo centimetër është studiuar për të bërë të shpenzosh më shumë. Produktet më të shtrenjta janë gjithmonë në lartësinë e syve. Të leverdishmet janë poshtë ose lart. 80% e njerëzve marrin produktin e parë që shohin. Lidl vendos markat më të shtrenjta saktësisht në vijën e shikimit. Produktet bazë, qumësht, kos, ves, janë në fund të dyqanit për të detyruar të kalosh në për të gjithë supermarketin. Gjatë rrugës sheh 10 produkte që nuk ishin në listën tënde. Në fund, karrocat janë qëllimisht të mëdha. Një karrocë bosh krijon parehati psikologjike dhe të shtyn ta mbushësh 7. Ofertat e blerjeve të shumë fishta janë kurth oferta si 3 me çmimin e 2 ose bler 2 merr 1 falas duken të pabesueshme, por shpesh çmimi i produktit individual fryhet para ofertës. Paguan çmimin normal për 2, por je i detyruar të blesh më shumë.
Shpesh produktet shtes prishen. Kosi i tret prishet në frigorifer. Ke hedhur para dhe ushqim. Oferta funksionon me frikën e humbjes së një mundësie. Për më tepër, grumbullon rezerva në shtëpi dhe Lidl ka marrë tashmë paratë tuatet. Kushtet e punonjësve që përgatisin ushqimin tënd pikrisht kjo po ndodh tani. Punonjësit që mbushin raftet dhe rregullojnë ushqimin punojnë në kushte të vështira. Lidl është gjobitur disa herë në Greqi për shkelje të drejtave të punonjësve me turne shtruese dhe orë shtes të papaguara. Pse të intereson? Sepse një punonjës nën stres dhe presion bën gabime, nuk kontrollon mirë datat e skadencës ose pastërtinë e banakut. Cilësia që merr është më e ulët. Ka edhe një aspekt etik. Çdo herë që blen nga Lidl, mbështet një sistem me punonjës të nënpaguar, ndërsa kompania fiton miliarda nënt. Produktet bio që nuk janë vërtet bio, linja bio e Lidlit, Biotrend dhe Bioorganik ofron çmime më të ulta, por gërmonën sipërfaqe. Jo të gjitha produktet ndjekin standardet më të repta. Lidl shpesh përdor certifikimet minimale ligjore. Teknikisht është bio, por jo i njëjti standard me një dyqan të specializuar. Disa produkte bio vijnë nga vende me kontrolle më të dobta. Ka edhe problemin e paketimit të madh plastik. Blen bio duke menduar se ndihmon mjedisin, por përfundon me shtresa plastike për hedhje. Është greenwashing i maskuar si zgjedhja etike 10. Strategjia e kohës së kufizuar. Lidl krijon nevojë artificiale urgjente. Tabela me vetëm sot të bëjnë të ndihesh se duhet të blesh me njëherë për të mos humbur, por shpesh oferta kthehet javën tjetër. Është truk për të bërë të veprosh impulsivisht. Kur njerëzit mendojnë se kanë pak kohë për të vendosur, bëjnë zgjedhje më të këqija duke bler gjëra që nuk u duhen. E njëjta vlen për produktet sezonale. I blen paraprakisht për rezervë, por i jep Lidlit parat shumë më herët 11. Kartat e besnikërisë që ndjekin çdo blerje tënde. Karta Lidl Plus paraqitet si mjet kursimi, por qëllimi i vërtet është ndjekja. Lidl merr një profil të plot të blerjeve të tua. Çfarë, kur, sa shpenzon. Algoritmet analizojnë këto të dhëna për të krijuar profilin tënd psikologjik. Pastaj përdorin këtë profil për të dërguar oferta të targetuara, jo oferta që të kursejnë në përgjithësi, por oferta që të bëjnë të shpenzosh më shumë duke bler ato që algoritmi di se do t'i blesh. Këto ulje janë të llogaritura, jo rastësi. Din sa je i gatshëm të shpenzosh dhe kalibrojnë ofertën që të ndihesh special, ndërsa gjithsesi shpenzon 12. Krahasimet e padrejta me konkurrentët. Lidl adhuron të krahasohet me konkurrentët me tabela që tregojnë kursimin, por këto krahasime janë të manipuluara. Zgjidhen vetëm produktet ku kanë çmime vërtet më të mira dhe krahasohen me çmimet më të larta të konkurrentëve si Sklavenitis apo Masoutis. Kur nuk bëjnë krahasim të plot të shportës. Në kategori si buke freskët, ëmbëlsira apo mish, supermarketet tradicionale shpesh kushtojnë më pak. Çmimet e konkurrentëve nuk janë gjithmonë të përditësuara, nganjëherë përdorin çmime të vjetra ose nga një dyqan i vetëm i shtrenjtë. Është manipulim i maskuar si transparencë 13. Produktet Pdopki që nuk janë vërtet premium. Lidl shet produkte me emërtim të mbrojtur origjine, Pdopki, me çmime të ulta. Si është e mundur? Në disa raste shfrytëzojnë zonat gri të rregulloreve. Një djath mund të jetë Pdopor i bërë me cilësi më të ulët, mjafton të plotësoj specifikimet minimale. Një proshut mund të vijë nga dera të rritur intensivisht, mjafton që pjekja të bëhet në zonën e mbrojtur. Lidl blen këto në kufirin më të ulët të cilësisë së lejuar dhe i shet sikur të ishin ekuivalente me versionet premium. Është mashtruese. Paguan për një certifikim që të bën të besosh se ke cilësi të lartë, kur në fakt ke minimumin e pranueshëm 14. Ofertat flash online që nuk ekzistojnë në dyqane. Ofertat ekskluzive në faqe dhe app duken të pabesueshme, por provo të shkosh në dyqan për t'i bler, nuk gjenden. Sasia online është ekstremisht e kufizuar dhe zhduket në minuta. Është marketing, jo shitje reale. Krijojnë hype dhe tërheqin trafik në faqe. Shumë pak klientë arrin vërtet të blejnë. Ndërkohë, ndërsa je në faqe duke kërkuar ofertën e pamundur, sheh produkte të tjera, regjistrohesh dhe lë të dhënat e tua. Ata morën atë që donin. Ty 15. E vërteta për çmimet e ulta. Sekreti i fundit është e vërteta përfundimtare për çmimet e ulta të Lidlit. Nuk është magji. Është një zinxhir kompromisesh që nis nga ara dhe arrin në pjatën tënde. Paguhen më pak furnizuesit, të cilët paguajnë më pak fermerët. Blejnë produkte të kategorisë së dytë. Përdorin përbërës më të lirë në produktet private si Milbona, Combino, Freeway apo Ocean Sea. Ulin stafin në dyqane. Radhë më të gjata, rafte më pak të mirë mbajtura. Çdo euro që kursen hiqet diku tjetër, nga cilësia, mjedisi apo dinjiteti i punonjësve. Çmimet e ulta kanë kosto, por këtë kosto e paguajnë të tjerët dhe ti nuk e sheh kur kalon te arktari. Kjo është realiteti i Lidlit që askush nuk ta thot. Nuk është parajsa e kursimit që reklamojnë. Është një sistem kompleks i projektuar për të bërë të shpenzosh më shumë duke besuar se shpenzon më pak. Çdo korridor, çdo etiket, çdo ofertë është pjesë e një strategjie të studiuar për të manipuluar vendimet e tua. Nuk them të mos blesh kur në Lidl. Them ta bësh me sy të hapur. Kontrollo çmimet për KG. Bëj listën tënde dhe mos devijo. Shpërfill korridorin qendror.
Krahaso vërtet me supermarketet të tjera. Mbaj mend se kursimi i vërtet nuk është të blesh lirë, por të blesh vetëm atë që të nevojitet vërtet nëse ky tekst të hap syt ndaje. Më thuaj cili nga këto sekrete të shokoi më shumë. Bëj blerje të zgjuara. Mbro paratë tua.